Are, pedhe në përvojnë tuaj. Zoti bukura që jeni. Pra mi nderuar. Jeni bërë si dy panda të vogla sot. Atëherë, tani keni një intervistë të njeriu që ti e do shumë. Edhe ju të dyja me zemër. Me zemrën, me dorë, Ju agriva mishin. Se është më i miri këtë vend. I love Shali... Apo Edi Rama, për keke? Edi Rama. Mos më fut emrin e Vjerrës ku po flas për Nusen. Okej, më fal, okej. Edi Rama, Gentian Zenela, I love you. We all love you. Ha? Qa ka thënë? Kush ç'fjalë të ndritura ka thënë? Doli dhe foli. Foli. Pak pas zgjedhjeve. Pak. Dhe pak Atëherë kur ishte i mirë që thoshte gjëra të bukura. Pak pas zgjedhjeve dhe pak para se të merreshe kjo VKM. Po. E di se ç'ta. Ai ishte i mirë atëherë, thoshte gjëra të bukura, donte asaj bukur. Dëgjojeni pak njerëz. Thirrja jonë është ndaloni shpenzimet e mëtejshme të parave të popullit shqiptar. Përmes vendimesh që nuk kanë asnjë legitimitet moral dhe as politik. Po mos merrni më as vendime mbi pasurinë kombëtare, të cilat rëndojnë në kurrizë të vendit dhe të njerëzve. Po ashtu do të zhbëjmë menjëherë dhe çdo vendim për tendera, privatizime e koncesione të marrë pas 23 qershorit sipas avazit vjetër të gjithë këtyre viteve, të kapim që të kapim, kudo, në çdo gjë dhe vazhdimisht. Po ashtu do të zhbëjmë menjëherë dhe çdo vendim për tendera, privatizime e koncesione të marrë pas 23 qershorit. Nona ka qenë. Dhe është akoma, po ja. Kush e mori mësysh, ma. Po ç'pate mor djalë kush të mori put. Qomëri kanë atje këtë vishat i Po gjejë. atëherë vitet do të puthja në buzë kur flisi ato fjalime, mor. Nuk thash në i gjatë mon. Më fal, ti e ke pa Nikita Hrushkovin. Me shnet, ullu. E ke pa Nikita Hrushkovin me hidraulikun e Norvegjë u puthën buzë kur takun atë. Janë shokët e partisë. Okej, bukur. Atëherë, pra ishte Edi Rama që priset të jo konfirmoshë, si thuhet në Shqip më thënë, të hypte, të më thënë të bënde qeverinë e ti, pas zgjedhjeve të 23 qershorit që tha, i them kësaj qeverie dhe kryeministri Berisha, sepse isha akoma, nuk ishe bërë ndrimi pushteteve që të mos marri vendime se do shbën të gjitha. Me VKM-ra, me urdhë atje që rëndojnë në kurrizë të qytetarëve dhe të shtetit shqiptar. I bëri? Po. Vetëm VKM të ngelën VKM. VKM-ja që familjen Qiriasi i turbulloi jetën, i shkatarroi nervat, që është bërë nga Sali Berisha akoma nuk është anulluar, megjithëse ka pronar me titullin e formës prerë pronar, kanë një pronësi të tyre, me një certifikat që lëshon ky shtet shqiptar. Këtë se ka zhbër akoma. Qa do tani? E gjitha kjo historise nuk mjafton me kaq. Nuk mjafton me kaq, por si që thashë rektori ka autorizuar avokaturën e shtetit. Po rektori që e ka nona. Të shkojnë një gjyq me Komisionin e Kthimit të Pronave, që pse i ke dhënë titullat e tyre se e kanë tyren. Po. Ka herë dhe pronarët. Se mu ka thonë Berisha që më takon mu. Ne ndoqëm nga afër gjyqin. Më thënë, vajtëm, por nuk u zhvillua. E di pse? Sepse avokati që ishte përfaqësuese e avokaturës shtetit nuk ishe marrë autorizimin që të përfaqëson avokaturin e shtetit në gjykat. Asi gjos kuptova qa the. Qa ndodhi shkurtimisht. Nuk u po gjyqi. A e po këtë më thuaj. Sot në datën 3 dhjetor 2014 ju është kërkuar të dyja palëve si avokaturës së shtetit dhe zotit Robert Dako të paraqiten në një seancë gjyqësore pranë gjykatës shkallës së parë këtu në Tiranë. Por për të dytën herë kjo seancë është anulluar për një gabim të përsëritur nga ana e avokaturës së shtetit. Çfarë u diskutua sot? Po sot pothuajse nuk u diskutua absolutisht asnjë gjë sepse përfaqësuesi i avokatit shtetit që kishte ardhur nuk kishte marrë delegimin nga kryetari i avokatit shtetit. Dhe vetë gjykata si procedurë ka që nëse nuk firmos kryetari i avokaturës shtetit, ai nuk merr përsipër të zhvillojë gjyqin. Nga ana e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, a kishte përfaqësues sot? Nuk kishte përfaqësues. Mbi çfarë klauzole po mbronit sot çështjen e rektoratit të Universitetit Bujqësor? Mbi çfarë klauzole në një pjesë i avokaturës së shtetit, e cila përfaqëson institucionin në rast se jepi autorizim, autorizimi është lëshuar nga Universiteti Bujqësor. E kuptoj. Por VKM-ja e pesatorit të 2013 është argumenti kryesor që këto pronat kalojnë në favor të
Universiteti Bujqësor? Jo vetëm ajo, edhe për shkak dokumentacion ligjor, edhe për shkak të korespondencave që është marrë me institucionet e treta, të ku pronat figuronte zë në kuptim të ligjit. Në proces është vendimi i komisionit dhe kthimi të kompensimit të pronave, të gjitha vendimet e dhëna që në 95 deri në vitin 2005. Që kështu do të vendosë gjykata nëse e drejta për kthim dhe kompensim o vetë titulli është i lishëm apo jo. Bravo! Bravo! I dashur pronar, Po! të dashur gjykatës, i dashur kryeministër i soqëm, VKM e Sali Berishës, nuk ka burr nonë ta luajë nga vendi. Po. Ajo do ngelet VKM në jetë. Do ta shbëj ky, do ta shbëj diuna. Do ta shbëj sepse e di çfarë. I thotë zyra qendrore regjistrimit të pasurive të palujshme që e ka bërë pronar familjen Qiriasi, i ka kthyer një njoftim drejtuar Universitetit Bujqësor Tiranës për Universitetin Bujqësor të Kamzës. Dhe i thotë, morë zotëri, me shumë të tjerave që nuk po e lehtësisë gjithën, thotë pika 4. Plan vendosja Fakultetit të Shkencave Pyjore, ka mbi vendosje me pasurinë. Nuk është tuaja, byrazer. Janë dy pasuri si për njëra tjetrës. Oqe, dy. Tash i shkurtimisht për ne fshatarët e thjesht që skuptojmë asgjë. Më thuaj. Që kërkojmë pakës dritë. Më thuaj. Ne çfarë po presim? Një VKM nga Majlov që të hedhi poshtë VKM e atij tjetrit. Vajza mbyllni pak syt ju. Natën e mirë. Ju po i mbyllni ju si fletët gjumë. Mbylli pak syt dhe mendoj një moment të vetëm që gjithçka është në vendin e vet. Pronarët kanë tokën e tyre, e zhvillojnë dhe e bëjnë... Më bëhet mu të blej gazetë më? Jo. Më bëhet mu të ha televizori më? Bullur! Më falë, më bëhet mua. Jo, më bëhet... Natën e mirë dhe përshëndetje! Do të kthehemi përsëri nesër mbrëmë, vajza jeni gati? Të maqani finalen. Ne pa finale, Me finale, këtu. Thriti. Nuk dua. Thriti. Nuk dua. Thriti më që ta gjy, tash po ta gjy vishin. Flonza!